qëllimin tonë, sepse jemi qytetar, jo vetëm të revoltuar, po qytetar me imagjinat, edhe me kreativitet, që duam Shqipëri për gjithë, një Shqipëri më të mirë dhe një Shqipëri më transparente. Në rast që Rama jep dorëheqje ashtu siç po kërkoni ju, si e shihni të ardhmen e Shqipërisë, kush është ajo klasë politike që duhet ta drejtojë vendin? Shiko, unë mendoj se ka gjithmonë një lloj dileme dhe një lloj ngurimi nga shoqëria kur thuhet Rama do jap dorëheqjen edhe çfarë do ndodh më pas. Mos harrojmë se në shoqëria autokratike nuk është shumë e rëndësishme se çfarë ndodh pas si autokrati ikën. Dhe përballë ne kemi një autokrat si kryeministri Rama. Më duhet të them diçka, ka sa dush mënyra për të shkuar në zgjedhje tjera, mund të kemi një qeveri transitore, mund të kemi një qeveri e cila është teknike dhe mund të na çojë vetëm në zgjedhje tjera, por mos të harrojmë ka sa dush bija që t'i dalin zot t'i vendi, edhe kemi sa dush parti politike që fare mirë mund dilin nesër në zgjedhje dhe të bëni një Shqipëri tjetër siç ne po e projektojmë, siç ne po e imagjinojmë, një Shqipëri që t'jetë e lirë për të gjithë. Një nga pankartat që qytetarët përmbajnë në duar është edhe Shqipëri e re. Çka përfshin kjo Shqipëri e re? Shqipëri e re pikërisht këtë përfshin, që ne të kemi mundësi që të jetojmë të lirë në vendin tonë dhe mos na duhet që të emigrojmë nga Shqipëria. Ka shumë njerëz, ka shumë qytetarë që nga vit në vit po emigrojnë edhe po lënë vendin e tyre. Kjo protestë në fakt mund thuhet se ka qenë edhe protesta e diasporës. Vetëm në fundjavën e kaluar në 30 qytete të botës është protestuar pikërisht bashkarisht me ne për këtë ngjarje që ka ndodhur në Shqipëri. Diaspora që është larguar nga kryeministër dhe nga kjo klik politike që nuk përfshin vetëm kryeministrin, duket se është bërë me ne edhe do të rikthehet në vendin e vet aty për cilës ne kemi larguar. Nëse kjo qeveri dhe kjo klik politike me Ramën, Berishën edhe gjithë sistemin e vjetër politik i ka larguar këtë diasporë, duket se kjo protest po e frymëzon të diasporë që të kthehet në vendin e vet. Dje pam që në Parlamentin Evropian u diskutua për çështjen e Shqipërisë, madje u miratua një rezolut. Çka përfshin kjo